Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, në daljen e tij të radhës para gazetarëve, foli për projektin Smart City të ngritur nga qeveria. Ai akuzoi kryeministrin Rama se me anë të këtij projekti po survejon në mënyrë të paligjshme qytetarët. Jam para jush për të denoncuar përsëri projektin e quajtur Smart City, qyteti i mençur, të themi. Së pari, si projekt, ky synon survejimin e plot të lëvizjeve të çdo qytetari. Në qoftë se një vit më parë u vendosen në të gjitha kompanitë të telefonave aparaturat e regjistrimit të plot të internetit dhe telefonave të qytetarëve në pretekstin e ndërprerjes së TikTokut, tani me Smart City, Edi Rama kompleton survejimin më të paligjshëm dhe më total të qytetarëve shqiptar të çdo lëvizjeje të tyre. Berisha vjoi mëtej akuzat duke u shprehur se Smart City është projekt korruptiv me çmime deri 30 herë më të larta. Çmimet e ofruara realizimin e këtij projekti janë nga 10 deri në 30 fishin e çmimeve për këto aparatura në treg. Kështu, në qoftë se kamera e trupit të policit kushton në këtë projekt 15.700 euro, ajo blihet kudo me 1.500 euro. Në rast se kamera e rrugës kushton 52.000 euro, kjo kamerë blihet lirshëm me 2.000 euro. Pra është 25 herë më e shtrenjtë se sa gjinet në treg. Mëtej, kreu i PD tha se opozita nuk e ka bojkotuar parlamentin dhe se sipas tij do jenë në sesionin e ri parlamentar për të qenë zëri i qytetarëve.